A mendoni se SPAK brenda janarit mund të vendos në pranga Belinda Ballukun, duke qenë se më 22 janar gjykata kushtetuese do të shqyrtojnë në seancë të hapur edhe ankesën e kryeministrit Edi Rama për Belinda Ballukun? Ju thash edhe pak më parë, po e theksoj, nuk pres absolutisht asnjë nga SPAK-u, pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po gjithsesi kërkesën e ka dërguar në kuvend për t'i hapur rrugën arrestimit të Belinda Ballukut. Kush e pyet në kuvend? Ju e shikoni që kuvendi, e keni thënë përpara, kuvendi, qeveria, kuvendi, presidenca, ministria, bashkia, komuna, këshilltari, patronazhisti, vetëm një në Shqipëri, Edi Rama. Si mendoni ju që Edi Rama do ta japi Ballukun në parlament, po jo çdo të rinë, nuk mund të heqi imunitetin. Absolutisht ata pas atij imuniteti vjedhin. Aty mbahen, aty kapen, sepse kanë bërë ligje që të vjedhin dhe të mos i kap njerit, mos i zënë me dorë drejtësia. Kështu, prandaj duhet që një forcë madhore që quhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës të zhduki me themel. Si mendoni pse Edi Rama nuk ka reaguar deri më tani sa i përket ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, po ka nxjerrë Elisa Spiropalin për të dhënë një deklaratë mbështetje ndaj ndërhyrjes së Donald Trump? Ai nuk del vetë sepse e di që Fati Maduro se pret. Ai e di mirë që bashkë me Maduro do jenë në të njëjtin qelim, mund të jenë bashkë, mund të jenë bashkëvuajtës atje ku do shkojnë, po që do ve atje nuk diskutohet fare. Puna është çështje kohe, kur do vej. Të kjo na hëngri shpirtin, neve kemi kaq kohë. A mendoni se Edi Rama i friksohet shumë dosjes së Charles McGonigal, por edhe lidhjes me luftar Hysajn, i cili rezultoi të kishte lidhje me kartelin Sinaloa, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendosin në sanksione? Shiko, tani që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u futën energjikisht në Venezuelë, padyshim që do fillojnë të merren me Sinaloën, e me Sinaloat, e me me Kolumbinë, e me qerat e Uruguaje, Paraguaje, Maraguaje, Brazile, çfarë janë ato, Meksik, do merret se bën Amerika me ato sepse janë bërë rrezik botror. Por karteli kryesor i tyre, dega kryesore e tyre, mbështetja kryesore e tyre në Evropë është Edi Rama. Dhe pa diskutim që për mua, siç e shoh unë, do jetë shumë i shpejt veprimi kundër Edi Ramës në Shqipëri. Do jetë shumë i shpejt, sepse është bërë rrezik botror. Kjo figurë, ky charlatan, ky që nuk gjej epitet i vështirëse këtij çfarëdo që thuash i bëndesh. Ndërkohë ka zëra së fundmi që qarkullojnë se Edi Rama mund të riformulojë qeverinë e tij përgjatë janarit në mënyrë që të shmangë dhe Belinda Ballukun. A ka mundësi ta bëjë gjë të tillë? Jo, nuk do ta bëj, nuk do arri. Nuk do arri ta bëj, nuk do ta lën. Do ndërhyjnë amerikanë forcërisht. Do ndërhyjnë se të bën. Dhe unë shoh që do ndërhyjnë jo duke ardhur vetë, po duke detyruar atë komunistin Braho, atë autorin e ligjit falsifikim intelektual i paparë në historinë shqiptare dhe në dokumentacionin legjislativ shqiptar. Në asnjë kod të Shqipërisë ai na shpiku termin falsifikim intelektual. Mendoni ju se ai do bëj më të korba? Jo, më zotëri, jo. Ai është i tij, është 100% i tij, prandaj vurjej. Ore, nuk kalon atje pa hedhur firmën te Edi Rama. Kështu që nuk pres gjë nga SPAK-u. Thash, e them në mënyrë përsëritur, e vetmja shpresë është presidenti amerikan dhe FBI-ja. Me DEA, askush tjetër. Po në këtë rast, a nuk është Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke përdorur SPAK-un si armë sekrete për të goditur gjithë klasën e korruptuar politike në këto 35 vjet? Unë ashtu e pres, dhe ashtu mendoj me 90% ashtu do bërë. Po ka një 10% që ta të mos e dëgjojnë, të mbështeten tek
kabala, e tek patronazhistët, e tek ata masonët e botës, e tek Bilderbergu, se këta aty e kanë mbështetje, nuk diskutohet jo këta, po gjithë narkotrafikantët e botës aty e kanë mbështetjen, tek Illuminati dhe tek masonët. Pra, ju thash, vemi nga vemi, aty konsultojmë, tek Illuminati, tek qeveria në hije, tek komiteti 300-ve. A do mundet Edi Rama të arrijë vitin 2027 ku pritet që Shqipëria të mbajë dhe samitin e NATO-s dhe ku do të jetë i ftuar edhe vetë presidenti amerikan Donald Trump? Absolutisht jo. Edi Rama nuk e zë Marsin në pushtet. Edi Rama nuk e zë Marsin në pushtet. Do zhduke, do qërohet nga pushteti. Do qërohet sepse ka kaluar çdo lloj imagjinate në vjedhje dhe në grabitje të një populli që e ka katandisur dhe po e vazhdon ditë për ditë me ligje apo safat. Ka përdorur atë akshin tani, nëpërmjet të cilit ndryshon të gjithë, se akshit i ka dhënë të gjithë arkivën e hipotekave shqiptare, dhe aty ndryshojnë emrat si që do qefi atyre, të pronarve, dhe kanë vjedhur me qindra e me mijëra dhe me mijëra hektar tokë të qytetarëve shqiptarë, të cilët akoma nuk e dinë që prona është marrë me letra dhe ata mendojnë se e kanë vetë. Janë marrë pronë, do të ka vjedhur Edi Rama. Dhe atë punë po bën ditë për ditë. Zoti Islami, si mendoni çfarë do të ndodhë 22 janar me gjykatën kushtetuese në raport me Belinda Ballukun? Nuk do ta shesi, do ta mbroj. Gjykata kushtetuese do ta mbroj. Gjykata ka 2 masa e 2 qëndrime për çdo gjë. Për çdo gjë. Kam fakte konkrete të cilat nuk kam të drejtë t'i publikoj, sepse duhet marrëdhënie e personit tek i cili është mbajtur një qëndrim i tillë. Një herë votuan 7-0, pastaj votuan 5-4. Po e gjykata kushtetuese, po e personel, po ata njerëz. Ç'pret nga ata? Pret jenë serios. Preti nga Ina Rama, ai ishte agent e sigurimit të shtetit të dalë kundër partisë punës, po mos e diskutojmë zotëri. Prandaj them që asnjë s'pret nga gjykata kushtetuese. Apo mbrohet Edi Rama me gjitha format për qëndruar në pushtet, duke qenë se Belinda Balluku duket tashmë një kockë fort, qoftë për ta lëshuar, po qoftë edhe për ta shkarkuar vetë. Belinda Balluku e ka në dorë Edi Ramën, e ka kastruar. Sepse të tëra pislëqet që ka bërë me urdhër dhe me firmë të tija. Dhe del që Matahari, ose Lubia shqiptare, pas ka qenë me të vërtet specialiste, sepse është servitur atje nga erdhi, që tjetë mjeshtre në përdorimin e teknikës dhe teknologjisë së përgjimit dhe të regjistrimit, dhe ajo Edi Rama dhe ka 100% në dorë. Prandaj Edi Rama bën të pa mundur që ta shpëtojë atë, se duke shpëtuar atë shpëton vete. Dhe mos e harroni thënien e zonjës Balluku që i tha, dëgjoti i tha, nuk do lejoj unë ty tha të bësh me mua atë që i bëri babai ju gjyshit tim. I ka thënë të tëra Belinda Balluku me këtë fjali, kush ka më në kokë të shikojë gjykojë. Pra i tërmet Edi Rama. Edi Rama ikën se shejtani nga Temjani nga Belinda Balluku. A mendoni se mund të ketë një moment që Belinda Balluku mund të shpërthej të plas dosjet e forta të politikës, apo mund të ndodh siç ndodhi me rastin e Arben Ahmetaj, që mund të arratizet nga vendi dhe të denoncojë nga jashtë të gjitha aferat korruptive? Tani ajo është në dorë të FBI-s dhe të Byros Kombëtare të Hetimit, nuk do të jashtë. E parë. E dyta, tani tashmë dhe të dal jashtë dhe të rri brenda, ajo që ka pasur për të zbuluar tek vartësit e saj dhe tek puna e saj është zbuluar dhe është në dorë të Spakut. Tani thjesht Spaku nuk do të punoj sepse nuk e lë Edi Rama. Pik!
Spaku është dhe tërë Amerikanët e bëm neve. E bën me kë e bën me spionët e sigurimit të shtetit, e bën me komunistët e Shqipërisë, jo zotëri, po të donte të bënte një spak të mirëfillt, do kishin marrë student juristë që kanë mbaruar në vende të ndryshme të botës, të papërlyer me politikën shqiptare, të thoshin tani, hajde në këtu ligjin e atë ku keni gjerë zyret e ku keni, vazhdoni punën. Vetëm atëherë do kishte shpresë për spakun, që të mos vareshin nga Edi Rama. Tani ata varet të tërë nga Edi Rama, zotëri, mos shpresoj askush se mund të bëjnë ndonjë gjë.